24 tetor, burimi i mirësisë. Kërmo thellë brenda vetes sepse aty ka një burim mirësie, gjithmonë gati për të rrjedhur, nëse ti vazhdon të kërmosh. Mark Aureli, Meditime 7.59. Sot mund të shpresonim që mirësia të na vi vetë, lajme të mira, moti mirë, fati mirë, ose mund ta gjejmë vetëm brenda vetes. Mirësia nuk është diçka që do të na e sillin me pos, do ta nxjerrësh duke kërmuar brenda shpirtit tënd, e gjen brenda mendimeve të tua dhe e krijon me veprimet e tua. Dhe sërish nuk kam çfarë të shtoj në gjë, kështu që let's get to the fucking gym. Okej, top range-in e kemi cover të seti parë, synojmë të përparojmë të seti dytë në mënyrë që herës tjetër të arrisim me çik peshën, me kismet. Here we go. Okej, bëjmë dhe i set tjetër. Okej, herën e fundit, në setin e dytë kemi kapur 9, që shpresojmë ta përparojmë me një sot, siç e thashë. Shtojmë çik peshën. Here we go. Okej, herës tjetër, rrjedhë pesha. Kalojmë sitet hamstring curls. Okej, setin e parë e kemi kap top range-in, shpresojmë të përparojmë të setit dytë sot si gjithmonë. Here we go. Shpellemi pak, bëjmë setin tjetër. Okej, me qenë pesën e dytë kemi bërë 7, synojmë për një më tepër sot. Here we go. Okej, kalojmë te gjoksi. Okej, për fat keq e di që tash gjoksi, po me që po shoh dje nga që luta volejboll, se pas kam dirë faktikisht, po që pas kam vrarë çik supin. Edhe kur provova të shtyj aty sigurisht lëndova më tepër. Edhe shpresoj që të paktën mos ndikoj tek stërvitjet e radhshme, me që të rekuperohem deri të hënën. Po dhe këtu që ku po bëja setin e nxemjes e pash që ma jepte çiku bëja fleksion të supit. Po besoj do jetë e tolerueshme këtu, kështu që për fat keq çka kemi gjoks. Edhe supe sot s'kemi për t'i bërë, kështu që nga shpina besoj mund të kalojmë direkt te krahët edhe muskulat e barkut edhe here we go, bëjmë një tek set tu.
Dhe e gjeja. Dhëm qik, po thash, e tolerueshme. Dhe misë të të. Ok, këtu arrova që të shtradhe 2.5 që anash, mori mëndjen. Edhe dëmtimi, pa që me qenë se fillu me 50 dhe vazhdoj me po 50, që në paktën për 6 deri në 8 përsëri të kështu. Sot e shoh që ndikovi qik supi të stervide edhe nisë. Ok, kalojmë të kjo, po shpresojmë që mos kemi linje. Ok, këtu me 60 kg kemi bërë 10, se di sa do ndjehet supi, po e provojmë që si. Kemi bëjmë një se tjetër. Ok, këtu setën e dytë normalisht kemi bërë 9 herën e fundit me kaq, po ideja është që sot më duke lehtë se nga që nuk kemi bërë 2 shtrime para kësaj. Edhe do quhesh më thonë za hile që përparova. Që gjithsesi e kapim, përpiqemi të kapim dietën. Me thënë edhe do shikojmë për sa herës tjetër, nëse kemi supin më mirë, që para 2 shtrimeve që bëm, do i kapim po prapa apo jo këtu. Here we go. Ok, kalojmë të krahët. Ok, herën e fundit këtu me 62.5 se kemi arritur top setin, top range-in, si dhe parë si dhe kësit të dytë. Mirë po me qenë se sot, si që thash, kemi hequr ca ushtrime, po provoj edhe këtë tren, nuk kemi bërë ta qujt, që kapim po prap dietet të dyja, një gjysmë të herës tjetër përpara. Here we go. Ok, kjo vegla, çfarë quaj? Kjo doreza, sigurisht më e mirë për brylin, nuk e ndjej aq shumë siç u e bëj kështu. I vetmi problem është që fillon të rreshket. Edhe do ishte mirë që të ishte diçka e ngjashme se kjo, po që të kishte pak relief që kur ta shtrëngojmë mos rreshkiste. Se di është një veglë e ngjashme po nëse bëjmë një set tjetër. Ok, si në këtu për dietë. Fuck. Edhe këtu ku të qoj këtë gjën larg, po ma jep subi direkt. Kam frikë ta çoj, ja. Ta çoj direkt këtu se bësa e dhëm. Ah, shit. Kalem dhe biceps. Ok, këtu setin e parë me 67.5 kemi kapur 10. Së prap kapim pa aq, pa që nuk është do i quja sot sepse s'kam bërë disa ushtrime, jam i shplodhur. Here we go, inshallah s'na dëm supi. Nah, fuck.
Okej, më nisë tjetër. Okej, herën e fundit kemi bërë 7, synoj për një më tepër, pa çka se nuk quhet. Ose dhe quhet. Okej, bëjmë dhe muskullet e barkut dhe ikim. Okej, bëjmë edhe këtu tek set edhe i ikim për sot, në tonë se nuk më pëlqevi fare stërvitja sot, sepse nuk është të dha shumë shpirt, pa që gjithsesi, nuk është se si ishte efektive. Here we go, bëjmë mirë setin. Okej, e lëmë e ka gjithsesi. Tani, shpresoj që herën tjetër të rikuperohet supi. Kam për ta lënë të shlodhet, nuk kam për t'i bërë shumë lëvizje. Vështirë, se është muskull delikate dhe do të shikoj rikuperimi, po mendoj që të paktën mos të kem këto dhimbje kështu. Dhe të hënën shikoj, kemi edhe shumë shtytje të hënën, mundësi që kemi edhe me kënd taj dreqe. Po që gjithsesi, mendoj që do bëj rikuperim shpejt, se nuk është se e vrava shumë keq, ose mendoj që se kam vrarë shumë keq. Nëse, bolli qava, sheh pa videon deri në fund, lani një tek thumbs up, komentoni që jure pusi, edhe shihemi tani në workout në radhës që është full body every day. Shifna.